krijuar ideja sikur diaspora vjen dhe mbështet protestën dhe nëse arrin qëllimin e saj, diaspora do të kthehet në Tiranë. Është kjo e vërtet apo thjesht diaspora do t'japi kontributin e saj dhe më pas do të vijojë jetën e saj aty ku po e zhvillojnë prej kohësh? Diaspora nuk është një mekanizëm homogen. Në diaspor ka persona me background nga më të ndryshmet dhe me dëshira nga më të ndryshmet. Këtu unë kam miq të cilët sigurisht kanë krijuar një jetë këtu dhe kanë dëshirë të vazhdojnë të jetojnë dhe të qëndrojnë në Gjermani. Por ashtu sikurse kam edhe miq të tjerë të cilët e shikojnë janë larguar nga Shqipëria jo me dëshirën e tyre. Të mos harrojmë se politikat e mbrapshta të kësaj qeverie kanë 13 vjet që po shpopullojnë Shqipërinë. Janë 1.200.000 shqiptarë në këto 13 vjet, më shumë se 100.000 në vit, të cilët janë larguar nga Shqipëria pikërisht për shkak të politikave të mbrapshta të kësaj qeverie. Dhe shumë prej tyre do ta shiknin me shumë dëshirë të ardhmen e tyre në Shqipëri, do të kontribonin me shumë dëshirë në Shqipëri për të krijuar një vend normal, një vend ku mund të jetojnë dhe të lirë, dhe të gëzuar, dhe të qetë, dhe që mund të krijojnë edhe familjet e tyre dhe të kenë edhe fëmijët e tyre që të kontribojnë për vendin e tyre. E përsëris, ne jetojmë dhe kemi jetuar më saktë në një vend të bekuar nga Zoti. Shqipëria është një vend që nuk i mungon asnjë gjë, as nga pikpamja klimaterike, as nga pikpamja e mjedisit, as nga pikpamja e mundësive zhvillimore. E keqja jonë është që jemi të marrë prej 13 vite shpeng nga një person dhe nga një administrat e cila e tha shumë mirë besi, ke politikan të cilët mund të përmendi zoti Manja makinat, por nuk besoj se midis atyre që protestojnë ka persona të akuzuar se kanë 300 apartamente të blera me pare korrupsioni, apo vila miliona euro të blera me pare korrupsioni dhe të fshehura pas emrave të prestanomeve. Siç akuzohen antarët e kësaj qeverie, nuk ka në atë bulevard persona si Ilir Beqja, që vetëm pare xhepi me projektet europiane virte disa qindra mijëra euro në vit në total dhe nuk i dihet se sa mund të dhe për çfarë abuzimesh mund të ketë kryer me koncesionet gradiciare të shëndetësisë. Aty në atë shesh ka persona, mund të ketë persona, ka edhe shqiptarë të cilët janë